Saksisht një muaj e gjysmë pas duelit në Mizajrismë, të cilën e fitoi Rahoveci me rezultat 83-71, kur Go Plus Peja ishte dyta në tabel me 7 fitore 4 humbje, dhe Rahoveci pesti me 5 fitore 6 humbje. Të dyja skuadrat u futën në krizë të madhe dhe ranë poshtë në renditjen tabelore. E nisi Gjiron 18 mes Bashkimit dhe Sigar Prishtinës, përfundoi me fitoren e Bashkimit me rezultat të thellë 84-63. Fisnik Rugova atje me të parën Edwards për Artin. Arti depërton deri në fund me tabel atje në stilin e tij, barazon në 2-2. Por Mrekulli atje i vetmuar dhe vjen me treshe e time out. Ndër skuadrat aktualisht me formën më të mirë në elitën e basketbollit kosovar. Musab Mala tenton për 3 pik. Sean Williams shpejt depërton për Taj Greenin, i cili për Mrekulli asistimin e shfrytëzon dhe rezultatin në 7-9. Fisnik Rugova shkon depërton deri në fund me tabel, realizon. Tenton të përgjigjet dhe përgjigjet atje Taj Green. Treshja. Por Mrekulli depërton atje në thellësi, dëshiron të jetë i sigurt. Mala depërton deri në fund për Mrekulli. Musab Mala. Edwards dhe Johnson atje luftojnë. Edwards për Mrekulli atje. Thomas e pason gabimisht, me gjitha, sa bukur, çfarë asistimi, i vjen topi, nuk ka pik të pranuara, edhe pse u prek koshi atje, referët heshtë në anën tjetër, Musab Mala bombardon, do të shofim, Fis Rugova lufton, eshe Albin Berishën në kënd atje, Albini e njeh mirë këte palestër, arosh drejt dhe në duart të Williamsit, Albin Berisha e ndjek deri në fund, mirë po Sean Williams, Musabi e shfrytëzon blokun, Shëndrit Lapi për Taj Green. Sa bukur i shmanget atje bloku të Julian Roshit. E lejuan depërtimin. Në anën tjetër vjen përgjegja. Pick and roll i mirë, por Puljani sa mirë vendos që të asiston për Julian Roshin. I Berishës, Shëndrit Lapi, lëvizje bukur mashtruese. Dhe kosh faul. Për Mrekulli atje Musab Mala, asiston, bukur atje Albin Berisha, e vazhdon atë që e nisi Regja, kapiteni, topi përfundon të treshe janë dashur, 11 tentime, në anën tjetër, Musab Mala, fantastik. Mala dhe Williams e kthen të Shëndrit Lapi, dhe tani 2 treshe rësht pas Musabit, edhe Shëndriti bombardon. Gjysma e qerekut të tret po kalon. Topi humbur atje Green për sa bukur Sean Williams me lëvizje mashtruese. E shpëton këtë top është ky kërcimi 6 i Edwardsit. Fatlindi depërton deri në fund. E huq por përsëri Edwards. Fisnik Rugova lufton atje deri në fund. Nuk realizon, dhe Johnson e përmirëson, shënon në Karagaq, po e përkra Arti Hajdari, është rikthyer në lojë. Edhe 3 sekonda, Williams i pret bashkëlojtarët, e vjedh topin atje Johnson dhe çfarë ngulitje e Jalen Johnsonit. Topi vjedhur, X i raket, fluturon për pjetë dhe dum. Durguti që ta vazhdojat sulm, Arti Hajdari tenton dhe treshja e Arti Hajdarit për e përsin më të lartë prej 21 pikve. 19:30, Trepqa Golden Eagle Yli, vjen treshja. Peja do të jetë ajo skuadra, Sean Williams depërton, realizon. Anën tjetër depërton, realizon Sean Williams. Lojtarët vendor do t'inkuadroj
trajneri Milošić, Arti Hajdari bombardon. Shëndrit Lapi depërton deri në fund. Nuk ka shënim, Shëndrit Lapi për mrekulli asiston. Shëndrit Lapi dhe ndeshja përfundon me rezultatin 92-60.